Vritet në burg në Angli, këngëtari i njohur ishte i dënuar për ish këngëtari i Lost Prophets, diq pasi u sulmua në burg në West Yorkshire të Anglisë të shtunën në mëngjes. Ian Watkins po vuante një dënim prej 29 vite burg për vepra penale seksuale me fëmijë. Sipas independent, policia dhe ndihmësit mjekësor u thirrën në burgun e kategorisë A të shtunën në mëngjes pas raportimeve se pedofili i famkeq ishte thërrur për vdekje me thik. Watkins u shpall i vdekur në vendngjarje dhe ka nisur një hetim për këtë rast. Burgu vu në izolim menjëherë pas incidentit shtuan burimet. 48 vjeçari u dënua për 29 vjet burg në dhjetor 2013 me 6 vjet të tjera të pezulluara pasi pranoi një sër veprash penale seksuale, përfshirë përpjekjen për të përdhunuar foshnjën e një tifozeje. Ai ishte plagosur me thikë edhe më parë në një incident në të njëjtin burg në vitin 2023, duke pësuar lëndime jo kërcënuese për jetën, pasi dyshohet se u mbajt peng nga 3 burgosur të tjerë për 6 orë. Burgu në fjalë cilësohet si një ndër institucionet me rastet e dhunës më të larta deri në pasojë të rënda për jetën, siç ishte edhe rasti i këngëtarit.